Në këto momente së bashku do të flasim për sapunin bio, 100% shqiptar. Më parë jemi mësuar të shohim në këto formate, por tani kohët kanë ndryshuar dhe kemi edhe kështu me lule për të bërë më të dashur sapunin që ne përdorim dhe arsye do t'i zbulojmë në studio. Do i zbulojmë në studio me ato dhe cila i bën pikërisht këto produkte që jemi duke i promovuar ditën e sotme me Gertën. Gerta Bahjan, mos gabojam. Mirë se erdhe. Gerta, mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se jeta. Ndihet aromë shumë e mirë nga sapunët që kam pushtuar tryezën. Ti je studente? Po, studente në vitin e 2 për shkenca kompjuterike tek Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës. Një lidhje shumë e ngushtë në fakt. Po pra, se këtu ishte ç'ne ky pasion me degën tënde. Është një pyetje në fakt që unë e marr goxha shpesh. Realisht ideja e sapunëve dhe biznesit social lindi nga motra ime. Dhe duke qenë se ajo mori një master jashtë, atëherë do me thonë unë e mora... E trashëgove ti? Po, e mora në përgjegjësinë time, le të themi, por që është diçka shumë e bukur. Dhe mjafton të merresh pak kohë dhe zbulon një pasion shumë të madh brenda vetes. Kur ka nisur? Kur ka nisur si pasion? Atëherë, si ide do me thënë ka një vit e gjysmë që ka lindur, por janë bërë disa studime tregu, kanë qenë fazat fillestare dhe si produkt në treg, ka do me thënë deri në maj. Në maj ka filluar që është prodhuar tamam. Dhe vjen në këtë lloj ambalazhi që keni sjell ju në studio. Tani, mund të na tregosh si bëhet një sapun me pak fjalë, ndërkohë që ne kemi edhe nëpërmjet një klipi, çfarë duhet kesh parasysh? Atëherë, pjesa më e rëndësishme janë përbërësit, të cilët domethënë siç mund të lexohen dhe në pjesën e pasme të paketimit, janë vaj ulliri 100% bio, esenca të bimëve mjekësore, të cilat janë sërish cilësi e parë, dhe ujë distiluar edhe soda. Domethënë që është Vlen të theksohet kur themi 100% shqiptar, ky është produkt i bërë edhe me produkte të tjera që janë 100% shqiptare, që përmendet pak më parë vajin e ullirit, na keni sjellur në studio edhe degët e ullirit. Atëherë, më duhet të shpjegoj diçka domethënë. Si ide lindi pikërisht nga fakti që duhet ishte një produkt 100% shqiptar. Ne kemi zgjedhur pikërisht që të fusim përbërësit e tillë për t'i dhënë këtij sapuni jo thjesht vlera që ai ka në cilësinë e tij për lëkurën dhe për shëndetin, por dhe për të treguar një vlerë që ka vendi jonë nëpërmjet përbërësve që ne fusim brenda. Prandaj nuk kemi pranuar që të fusim domethënë siç janë vaj kokosit apo vaj arganit, të cilat nuk rriten në vendin tonë realisht. Ideja e biznesit social ishte që ne t'i merrim këto përbërës nga fermerët, pra do ndihmonim dhe fermerët dhe njëkohësisht të krijonim të kishte një bashkëpunim më të gjerë. Të kishte një bashkëpunim më të gjerë, por gjithmonë brenda vendit. Ju i bëni vet? Po. Si i bëni? Në fakt, është një proces shumë i bukur. Është pak i lodhshëm, por është shumë i bukur. Unë besoj se edhe te klipi domethënë do ta zbulojmë edhe nëpërmjet klipit, por donim të thumbonim pak me disa pyetje të tjera përtej asaj që ju keni treguar në klip. Edhe sodën shqiptare keni? Po, shqiptare. Soda shqiptare. Çdo gjë është shqiptare sepse produkti duhet ishte 100% shqiptar. Prandaj ne këtë produkt e kemi prezantuar edhe në aeroport si suvenir dhe nga mbrapa po ta lexoni thot From Albania with Love. Pra është po, nga Shqipëria me dashuri, që do të thotë që të huajt janë, le ta quajmë, ata të cilët janë më të interesuar nga këtij produkti? Le të themi që të huajt janë njohur më përpara me kulturën e gjërave bio dhe e vlerësojnë pak më tepër, por përveç tregut që ne synojmë në Shqipëri, që do të jetë tregu më i madh dhe më i gjerë, kemi menduar që ta bëjmë dhe si suvenir për të huaj, që ata kur të largohen të kenë diçka autentike shqiptare. Ju ku i shisni? Atëherë ne kemi disa kontrata me disa dyqane, por që një nga pikat tona më kyçe është tek aeroporti, edhe pastaj janë, domethënë thjesht të them që të gjitha dyqanet që ne kemi përzgjedhur për ta prezantuar produktin ton janë dyqane që kanë gjëra organike bio. Sasia që bëni, pra bollëk, bëni në sasi të mëdha? Po, normalisht. Ka dhe raste të me thënë që kemi dhe porosi, si që patëm para disa vitesh, për festën e 8 marsit, patëm një porosi nga Kisha Ungjillore, Rezetrita, dhe ata e morën si dhuratë për femrat që kishin. Sa kushton një i tillë? Se sapuni, me thënë të drejtën, nuk është një produkt i shtrenjtë. Sapuni nuk është një produkt i shtrenjtë, por duke pasur parasysh se përbërësit janë goxha të shtrenjtë. Natyral. Atëherë, mund të them domethënë që ky produkt vjen në treg me një çmim që varion nga 550 lekë të reja deri në 600 lekë të reja. Tani nisim të themi, sa i rëndësishëm është sapuni në lëkurën tonë? Apo, le themi më mirë edhe në pastrimin e bakterëve që hasim shpesh? Po, patjetër. Diçka që as unë nuk e dija ishte që lëkura jonë thith rreth 80% të kimikateve që ne i vendosim. Pra në momentin që ne lajm duart me një sapun i cili është i pasur me kimikate, le të themi, është shumë i dëmshëm në lëkurën dhe në trupin tonë. Në momentin që ne përdorim këtë lloj sapuni, që në fakt domethënë është 100% bio, çfarë ka brenda aty?
Ky lloj sapuni është sapuni që është bërë nga klipi që ne do të tregojmë. Okej, mirë, dhe është me sherebel. Domethënë vajin esencial e ka sherebel. Sapunët realisht nuk është se, domethënë, vetit kryesore i marrin nga vaji i ullirit. Ne dimë që vaji i ullirit është më i shëndetshëm që ekziston, kështu që vetit kryesore i marrin nga ai. Pra është, domethënë, shërben njëkohësisht për të hidratuar fytyrën, për ta pastruar dhe për ta qetësuar. Por nuk është se ne, domethënë, është shumë i shëndetshëm, por jo sepse ka ndonjë efekt që domethënë të pastron lëkurën apo gjëra të tilla, domethënë që janë efekte anësore dhe vijnë pikërisht nga kimikatet. Duke pasur në përbërje esencat vajore të produkteve, siç është sherebela, apo duke përdorur vajin e ullirit, në një farë mënyre kemi bërë një trajtim të lëkurës sonë me anë të këtyre sapunëve. Edhe vaji esencial, ne kemi thënë në emision, bën pastrimin e lëkurës. Diçka tjetër që ne e kemi, domethënë, në shumë të dobishme lidhje me sapunin ton, është fakti që të gjitha sapunët që janë përbërë me kimikate kanë shkum. Dhe ne nuk e dinë se dhe ju e dini, shkuma është një nga ndosjet kryesorë të mjedisit sot për sot. Seriozisht, ne po nuk na bëri shkum, ne nuk na pëlqen sapuni. Jo, sapuni realisht, sapuni nuk duhet të ketë shkum. Në momentin që ka shkum, ai është përbërë me kimikate dhe nuk është, domethënë ky lloj sapuni është i biodegradueshëm dhe nuk dëmton as mjedisin. Përveç se është shumë i mirë për lëkurën tonë dhe gjithë tjerat, nuk dëmton as mjedisin. Mirë, unë pas klipit kam shumë dëshirë që të provoj sapunin me pak ujë, por ndërkohë le të ndjekim se si është realizuar sapuni me sherebel nëpërmjet klipit. Përshëndetje, sot do të shikoni se si bëhet sapuni natyral. Ky është një sapun komplet organik, pa kimikate, me përbërëse të gjithë bio. Sapuni që ne do të përgatisim për sot është i përbërë nga vaji i ullirit, i cili është marrë nga fermerët e zonave përreth, është komplet, domethënë bio, plus gjethet e vajit, gjethet e ullirit, të cilat ndodhen këtu dhe janë përsëri të marra nga pema e ullirit, dhe ujë distiluar dhe soda kaustike që ne e kemi për të bërë procesin e sapunifikimit. Këto janë përbërësit kryesorë. Atëherë, pasi marrim vajin dhe ngrohim, atëherë do ta hedhim tek pajisja dhe të vazhdojmë me hapin e dytë, i cili është përgatitja e sodës kaustike. Dhe pasi e kemi matur temperaturën e vajit, e cila është 50 gradë Celsius, vazhdojmë me përzierjen e sodës, e cila do të jetë në të njëjtën temperaturë siç është edhe vaji. Ta lëm termometrin. Atëherë, gjëja kryesore që do të kemi parasysh në momentin kur përziem sodën kaustike është të kemi veshur dorashka dhe të kemi vënë maskën. Duhet të kemi shumë kujdes. Është soda ajo që hidhet në ujë, pasi nëse hedhim ujë në sodë mund të japë një reakcion i cili mund të na dëmtojë. Duhet përzier shumë avash dhe duhet përzier e gjithë masa brenda. Vazhdojmë me përzierjen derisa masa jonë të bëhet homogjene. Pasi kemi mbaruar me përzierjen e sodës, e cila duket që është përzier totalisht në ujë dhe është për një masë homogjene, ne duhet masim temperaturën, pasi reaksioni kimik që ato bëjnë është në një temperaturë shumë të lartë. Okej, atëherë çdo gjë është në rregull. Tani duhet vetëm që të shtojmë përzierjen e sodës tek vaji i ullirit, por ndërkohë duhet që të vëmë makinerinë në punë së fillim dhe pastaj do ta hedhim avash avash. Të fillim mbyllim këtë këtu, e cila është masë sigurie dhe ka fazin i cili gjithashtu është për masë sigurie. Nëse ne lëm të hapur, atëherë pajisja nuk punon. Ndërkohë, do ta vëmë tek shpejtësia, ta lëm te shpejtësia e parë dhe ndezim çelësin. Dhe ajo fillon përzierjen. Pasi pajisja është vënë në punë, marrim përzierjen e sodës dhe do ta hedhim shumë avash brenda vajit. Ndërkohë mund të shikojmë se si ajo fillon të sapunifikohet dhe të marrë ngjyrë ulliri të çelët. Ta
pasi kemi shtuar përzierjen e sodës, duhet dhe është shumë e rëndësishme që pajisjen ta lëmë të punojë për disa minuta në shpejtësi të ulët. Kjo do të bëjë të mundur që masa të bëhet më homogjene. Dhe ndoshta pak më vonë do ta shtojmë shpejtësinë pak më të lartë. Ndërkohë që makineria po punon dhe po bën përzierjen e masës, ta kthejnë në një masë homogjene, unë ndërkohë do të vazhdoj me prerjen e gjetheve. Gjethet janë gjethe ulliri, të cilat janë këputur vetëm dje. Domethënë janë të freskëta. Nuk mund të bëjmë një përzierje të tyre në sapun nëse gjethet janë të thara. Këto do shërbejnë më vonë si një skrap natyral brenda sapunit. Nuk ka nevojë që gjethet të jenë shumë të vogla, por ndërkohë duhet domethënë të jenë në një matësi mesatare. Përveç gjetheve të ullirit, ne do t'i hedhim edhe disa gjethe sherebele. Sherebela në sapun njihet që ka veti antibakteriale dhe antivirusale, që e bëjnë atë një përbërës ideal. Përveç saj, ne dimë që vaji esencial i sherebeles është një nga përbërësit më të mirë të mundshëm që gjenden në mjekësinë popullore. Ne do t'i hedhim gjethet e sherebeles, vetëm gjethet, pa kërcellin, dhe nuk ka nevojë të priten pasi ato janë vetë të vogla. Edhe në sapun ato do t'i japin një aromë akoma dhe më të theksuar. Atëherë, pasi kemi lënë pajisjen të punojë për 10 minutash në shpejtësi të ulët, duhet të rrisim shpejtësinë, e cila përshpejton procesin e sapunifikimit. Ndërkohë që përgatitëm gjethet, të cilat do shtohen tek përbërja, fillimisht do të kontrollojmë nëse përzierja është bërë një masë homogjene e cila është gati për të derdhur në kallëpët e drurit. Fillimisht e fikim pajisjen, pasi nëse ne lëvizim të kafazin, pajisja do të fiket automatikisht. Atëherë, siç e shohim, përzierja është bërë një masë homogjene mjaftueshëm dhe tani mund t'i hedhim gjethet. Përpiqemi që gjethet t'i hedhim në të gjithë gjerësinë e kafazit e kazanit. Atëherë e mbyllim sërish dhe e vëmë pajisjen sërish në punë në një shpejtësi më të ngadalësuar. Atëherë, pasi kemi lënë gjethet të cilat po përzihen bashkë me masën homogjene, duhet të shtojmë edhe esencën e cila vjen në fundit fare. Esenca, siç përmendëm, është esencë sherebele. Së bashku me gjethet do të japë një aromë të këndshme dhe veti antibakteriale sapunit. Pasi kemi hedhur esencën dhe e kemi lënë të përzihet edhe pak në shpejtësi minimale, duhet ta fikim pajisjen dhe e gjithë masa homogjene do të derdhet te kallëpët e drurit dhe format e silikonit që gjenden mbi tavolinë. Largojmë së pari kafazin, pastaj masën e sigurisë që e kemi në anësore dhe ndërkohë ulim pajisjen më poshtë që ta tërheqim më lehtë. Tani heqim përzierësin dhe përpiqemi që ta lëmë të kulloj pak, pasi ka një sasi të konsiderueshme sapuni. Pasi brumi është bërë gati, brumi i sapunit është bërë gati, e heqim këtë dhe është gati për të derdhur tek kallëpët. Atëherë, mbasi i plotësuam të dy kallëpët e drurit,
Pjesa që ka mbetur do ta hedhim tek format plastike të silikonit. Për të hedhur brumin që ka ngelur tek enë plastike, duke qenë sa do janë të vogla, përdorim një enë më të vogël. Duhet përdorur shumë kujdes. Gjëja e fundit që ne bëjmë është që të përdorim një mjet për të niveluar sipërfaqen e sapunit, që në momentin kur ai të thahet të jetë i drejtë. Atëherë, kallëpët që ne përdorim për të bërë sapunin janë prej drurit, pasi materialet e tjera japin reakcion kimik me masën e sapunit. Atëherë, kallëpi është i formuar në mënyrë të tillë që të jetë i hapshëm nga të dyja anët dhe masa të nxirret më thjesht dhe pa u dëmtuar. Këto pjesët e drurit që ju shikoni lart janë që ta mbajnë kallëpin të palëvizshëm, pasi gjatë kohës që hidhet masa nga nxehtësia, ajo mund të bëmehet. Dhe për mos të prishur formën e kallëpit, ne e fiksojmë atë me tesha druri. Atëherë, procesi i fundit që bëhet në këtë momente është mbulimi i kallëpëve me kapakët e tyre. Ato kanë nevojë të mbulohen që nxehtësia të rritë brenda dhe reaksioni i saponifikimit të ndodhë siç duhet. Atëherë, gjëja e fundit që ne do të përdorim për sapunin do të jetë një batanie, e cila është një mjet shumë popullor, për të mbuluar kallëpët, të cilët mbajnë nxehtësinë brenda dhe përfundojnë procesin e saponifikimit. Atëherë, pasi kemi mbuluar sapunët, do të presim 3 ditë, të cilat është koha e mjaftueshme që sapunët të përfundojnë procesin e tyre të saponifikimit dhe të marrim një sapun në formë pak të fortë, i cili është i gatshëm për të prerë. Dhe mbasi prihet, ne i vendosim ato në rafte, siç janë të vendosura këtu, të cilët i lëm 40 ditë për të tharë. Nëse është e nevojshme, mund t'i lëm edhe më tepër. Ky është sapuni natyral. Sa qefe, të provoj një sapun bio, 100%. Po, mjaft. Kaq? Jo, prit. Do më? Jo. Jo, okay. Wow. Pra dhe është ajo pjesa që nuk është se bën shumë shkum. Nuk bën shumë shkum dhe është në formë kremoze. Shumë kremoze, shumë kremoze. Perfekt. Nuk bën shumë, bën pak shkum. Unë ta lë këtu. Edhe Dhe shumë kremoze. Alban, dua t'i shplaj pak duar. në rregull, po shkojmë prapë ujë. Dhe nuk është shumë. Edhe butësia ndihet në këto momente, po do ta ndihet ndoshta edhe pak më pas pasi ti kem shpërlar. Mbas një përdorimi për 3-4 ditësh, domethënë mund ta ndjesh ndryshimin. Mund të përdoret në çdo pjesë të trupit sapun? Po, mund të përdoret në çdo pjesë të trupit, biles për meshkujt është e këshillueshme edhe për flokët, por për ne femrat nga që kemi pak flokë të gjatë, domethënë nuk është dhe shumë e këshillueshme. Nuk është sepse sapuni vetvetiu për të bërë procesin e tij ka nevojë për sodën dhe soda është bazike. Në momentin që soda është bazike, floku domethënë nuk e duron dhe duhet balancoj pH-in. Prandaj domethënë nuk është shumë e këshillueshme për femrat, por meshkujt që kanë flokë të shkurtra, nuk është problem. Për sa i përket alergjive, nuk besoj se njeri ka alergji nga vaji i ullirit ose nga këto lloj gjërash, kështu që biles sherebela ka veti antialergjike, antibakteriale, kështu që domethënë gjithë elementet që ne kemi zgjedhur janë në të mirën e shëndetit, në të mirën e lëkurës. Beso mua kam njohur një njeri i cili kishte alergji nga ullinit, kështu që mund të ketë tek tuk 1 në 1 milion, po ka. Më pëlqejnë shumë format dhe dua të ndalem pak tek format. Pse vjen me këtë formë se ne zakonisht jemi mësuar kështu? Me kallëp. Po, kallëp tamam. Okej, atëherë ne kemi formën standarde, që është kallëpi. Kallëpi. Okej, që është dhe në këtë lloj paketimi.
Por gjithashtu kemi dhe këtë formën të cilën e kemi bërë domethënë enkas për dhurata. Trëndafi. Kjo është domethënë për Dhuratë për dhuratë. femën. Për femrat, po relativisht ky është një lloj sapuni që e përdor tër familja, kështu që nuk është se është e specifikuar vetëm për femrat. Ndërkohë, duke i bërë me forma të ndryshme, unë kam përshtypjen që mund t'i përdorin edhe fëmijët si një mënyrë Po, për patjetër. të Biles ne mësuar para atyre disa- se si të mbajnë higjienën personale. Para disa kohësh kemi bërë dhe sapun që ishin me formën e Mickey Mouse-it. Dhe kushëria ime pëlqeu jashtë masës shumë. Ka të bëj forma që të shitet produkti. Po, normalisht që dhe ajo ka të bëjë, domethënë, por vlen të themi që nga eksperienca që unë kanë me personat që janë të huaj, ata domethënë e preferojnë në këtë lloj forme të papërpunuar, sepse e din që ky lloj produkti i bërë me dorë dhe pa një formë të caktuar është ai domethënë që është më i vlefshëm. Se sa një produkt që e ka formën të mirë përcaktuar dhe nuk i lëviz domethënë asnjë cak. A duhet ne të lajmë trupin me parfum, me sapun? Ose se i parfumuar është mirë kjo. Okej, ky lloj sapuni ka dhe këtë faktin tjetër, domethënë që pavarësisht se ka esenca brenda, nuk është se mban një aromë të madhe. Dhe ka shumë njerëz që janë shumë, domethënë beziten shumë lehtë nga aroma e sapunit. Sidomos Gractazzana. Kështu që kjo është një gjë shumë e mirë, por që është shumë i shëndetshëm për lëkurën. Si për duart, si për fytyrën, unë e përdor për fytyrën personalisht më tepër, për heqjen e make-upit dhe këto gjërat, dhe është jashtë shumë i shëndetshëm. Në fakt duhet të shkojmë drejt këtyre produkteve të cilat janë produkte natyrale, produkte që na bëjnë mirë dhe që e dim shumë mirë se çfarë kanë në brendësinë e tyre, pa patur rrisje, pa patur ndonjë, le ta quajmë pikpyetje në mendjen tonë. Mbi të gjitha mua më pëlqen si adhëtar që jam, që është Made in Albania, edhe që është with Albania with love, që është nga Shqipëria me dashuri të madhe, është një copës Shqipëri, sepse në brendësi ka element të vendit tonë, duke filluar nga bimët, pastaj deri tek soda më pe. Kjo ishte ideja, domethënë, që ne të jepnim një eksperiencë shqiptare, sidomos domethënë edhe të huajve, të cilët janë mësuar në një farë mënyrë që mos të shohin shumë produkte vendase. Ata i kërkojnë, realisht unë kam dëgjuar shumë shpesh domethënë që dhe nga miqtë e mi, që sa herë që vinë thonë që duan produkte që janë shqiptare. Por realisht domethënë ne jemi më të prirur si mentalitet, ose ndoshta dhe bota është në tërësi që ajo çfarë është të huaj është më e mirë se sa ajo që është vendi. Por që realisht mund të siguroj që produkti është jashtëmasë shumë i mirë. Tek sapuni, kohët e fundit me qenë se të kemi në studio dhe po flasim, vazhdon të jetë ajo tradita që nënat tona e vendosnin në dollap, në përvalixhe, në paj. Besoj se Dhe a po. përdoren të tillë? Besoj se po. Dhe mund përdoren, realisht unë e mbaj një tek rrobat e mia dhe gjithë dollapi mban aromë goxha të mirë, domethënë. Po varet se me çfarë esence mund ta zgjedhësh, pasi unë personalisht preferoj dafinën. Dafi. Sa esenca ka? Afërsisht. Afërsisht ka shumë lloje esencesh, por ato që përdorim ne janë domethënë. Jo, e di, për ju po them se e di që ka, po për ju. Atëherë, ne përdorim 6 lloje. Është rozmarina, lavandër, bredhi, dafina, sherebela edhe mersina. Lavandra dhe bredhi do të jenë të shkëlqyer, kam përshtypjen unë, nga aromat. Mua më pëlqen dafina personalisht. Pastaj Lavandra është diçka domethënë që e hasim shpesh me të drejtën. Është aromë, po tek sapuni nuk është se ndihet shumë. Ideja është që në momentin kur ti lan duart me sapunin që është i bërë me lavandër, lavandra ka veti qetësuese dhe antistresi, edhe të jep dhe një gjumë domethënë më të mirë. Edhe në momentin që Edhe është një aromë me të drejtën që jemi rritur, jemi mësuar. Dhe në momentin që ju i lani duart me sapun, domethënë është e ndjen atë shlodhjen, si thuash. Jo, në fakt arrita ta dalloj, një bartësi. Shoh tani ndryshimin tek duart, se nuk është se i tregova më përpara. Jo, në fakt një miku im, i cili punon mekanik, e ka përdorur dhe thotë që është shumë i mirë dhe për të hequr domethënë atë pjesën e grasove, gjërave që shumë sapun të tjerë nuk e heqin, dhe ata i duhet Duke përdorur. qenë se ka esencën vajore, kam përshtypjen. Duke qenë se ata domethënë përdorin zgrasatore vetëm për të hequr ato gjëra dhe Edhe dëmtojnë të kallo lëkurën. është funksionale, që kam përshtypjen të kallo. Nuk e Nga kam provuar. përbërësit. Nuk e kam provuar. Ne të falenderojmë shumë që të kishim sot në studio. Shumë Urime për faleminderit këto juve. produkte, faleminderit që e prezantonin Shqipërinë në këtë farë forme e kam arritur mbyllja e emisionit për ditën e sotme. Sigurisht, do shihemi prapë, ne i lëm hapësirë lajmeve në Top Channel dhe ditë mbar. Faleminderit që na ndoqët deri në këtë moment.